Në moshën 30 vjeçare, duhet të jesh mjaftueshëm i rritur për të pranuar këto 4 të vërteta. Shumica e njerëzve nuk e kuptojnë të 4-tën para moshës 50 vjeçare. 1. Në vend që të përqendrohesh te njerëzit që janë larguar, përqendrohu te ata që kanë mbetur, ata që të respektojnë, të vlerësojnë dhe e bëjnë jetën tënde më të mirë. 2. Nëse ke një zemër të mirë, shpesh do të japësh më shumë se sa do të marrësh. Do të falësh ata që nuk e meritojnë dhe do të pranosh dashuri që nuk të vlerëson. Mos ndrysho, por mëso të mbrohesh. 3. Jo të gjithë meritojnë mirësinë tënde. Disa meritojnë vetëm heshtjen tënde. Mëso të zgjedhësh kush e meriton kohën dhe energjinë tënde. 4. Çdo përvojë, qoftë e mirë apo e keqe, të udhëheq atje ku duhet të shkosh. Mos ki frikë nga gabimet, mos prit të kesh sukses menjëherë. Dashuroje procesin, sepse ai që e do rrugën do të shkojë shumë më larg se ai që ëndërron vetëm arritjen.